Dashur herë lejtarët Vllaznisë, stafi Vllaznisë, miq dashamirës, jam shumë i lumtur siç kemi bolli vit më përpara që po organizojmë këtë sofër iftarit në këtë muaj të mallnueshëm të Ramazanit. Ky muaj është muaj i solidaritetit, muaj i paqes, muaj i sakrificës. Unë duhet t'i uroj gjithë secilit, ata që kanë agjëruar dhe vetëm agjërim pranum dhe Zoti ju dhon shëndet, marsi edhe paqe në familjet tuaja. Edhe një dua do ta bëjmë gjithë bashkë që Vllaznin të dalin kampion këtë vit. Amin. Igor Shostani, me gjithë matë artistat e Akademinë Vllaznia, gjithë veçanë ka sepse Kone Elia është piktor dhe pikturat e tija janë jashtëzakonisht bukura dhe sot për këtë fest ka ba 2 dhurata për familjen Xhaferi, për nusën, për shortën, Lirën dhe presidentin Ender.